kemi arrit në një pikë ku qeveria është bërë si lodër tani, e kupton si tek. Eq këtë vëtë, ka njerëz që i ka arru atje në poste. Do të thënë, janë myk ata, janë myk duke abuzu me pushtetin, duke kriju tarafe, nepotizma e gjëra. Ne këtu e kemi diskutuar. Pra, diskutuar merën e kaluar tregun e lojrave të fatit. 10 vjet ka drejtori që i ka bërë një qokë babait vet kryeministri, 10 vjet ka ai drejtori aty. Lëvizaj, tregu vu këtu, korrupsion total, paguhet në zez. Pse si kthehen syt kryeministrit e kjo? Pse duhet të rrisim neve dhe të merremi me taksat, ose pse duhet të themi ne që kemi probleme pensionet, se gremi një grop madhe financiare, i ke lekët e pensioneve. Merë tregun, përthith gjithë tregun e botës zez të lojrave të fatit dhe çoja pensionistëve. 1,5 miliard deri në 3 miliard. Është sot që flasim në qarkullim. Vetëm një operator në zez gjeneron 5 milion euro në muaj. Pra janë para që nuk taksohen to. Kalojnë nga xhepi im te xhepi jot, ose nga xhepat e njerëzve te xhepi i atij që ka niptin. Pse s'kujdeset kryeministri për këtë? Se di. Ja themi. Pse s'kujdeset policia për këtë? Se di. Ja themi. Pse s'kujdeset ministri i financave që flet për bujësim për këtë? Pra nuk merret me këtë ministri i financave, po merret me bujësin, me serat. Merret ministri i bujësisë me serat. Merru me këtë ti se i ke këtu ti parat. Qoj kontrol AMLF-s, qa po bën me tregun, ministri i financave, qoj kontrol AMLF-s. Ka një vit që ka hyrë ligji në fuqi. Pse s'po legalizohet tregu? Kush e mban? Pa legalizuar tregun, kush e blokon? Qa bën ministri i financave? Ka çuar ndonjëherë në kontroll? Ka marrë ndonjëherë, ka një raport, dali me raport publik. Qa bëhet me ligjin pra? Qa bëhet me tregun? Apo nuk kalon nëpër rrugë? Ministri i Financave, si bie fare rruga në Tiranë, kalo vetëm në periferin, unaz madhe, kur del. Pra nuk e di se ç'a bëhet fare.